Selin u shpau fituese e Big Brother VIP Albania sezonit 5 për disa arsye kryesore që lidhen me mënyrën si luajti lojën dhe si u perceptua nga publiku. 1. Loja e fortë dhe strategjike. Selin tregoi që dinte të lundronte situatat brenda shtëpisë, nuk ishte thjesht emocionale, por edhe e zgjuar në vendimet që merrte. Ajo dinte kur të përfshihej në debate dhe kur të tërhiqej. 2. Autenticiteti. Një nga arsyet më të mëdha pse publiku e votoi ishte sepse u duk reale dhe e sinqertë. Nuk u perceptua si e shtirur, gjë që në reality show është shumë e rëndësishme. 3. Menaxhimi i konflikteve. Gjatë spektaklit pati shumë përplasje, por Selin shpesh arriti të ruante qetësinë ose të kthente situatat në favor të saj pa u dukur agresive. 4. Lidhja me publikun. Ajo krijoi një lidhje të fortë me shikuesit, emocionet, historitë personale dhe mënyra si reagonte bën që publiku ta mbështeste vazhdimisht. 5. Konsistenca. Gjatë gjithë rrugëtimit shumë konkurrent kanë ulje ngritje, por Selin arriti të qëndrojë fort nga fillimi deri në fund, pa rënë shumë në performancë. Pse e meritoi? Sepse në fund të ditës Big Brother VIP Albania është një lojë ku vendos publiku. Selin kombinoi strategjinë, karakterin dhe lidhjen emocionale me audiencën, 3 elementet kryesor për të fituar. Nëse do, mund ta krahasoj edhe me finalistët e tjerë dhe pse ajo doli mbi ta.